and Rural Development, Vice Minister of Health, the President of Academy of Sciences of Albania, ambassadors, and all honored attendees. Welcome to this International Conference on Nanotechnology here in Tirana. Our journey began in 2021 with the Trends in Nanotechnology TNT 2021 meeting. Since then, we have built on that foundation with TNT 2022, NanoBalkan 2023, and today we proudly gather for NanoBalkan 2024. The continuous hosting of this conference in Tirana has been a testament to the commitment and vision of NanoAlb, the Center of Nanotechnology established by the Academy of Sciences of Albania. NanoAlb, created with ambition to become a regional leader, is evolving into NanoBalkan, an international hub for nanotechnology. This virtual center unites research groups from across our region and beyond, fostering collaboration, which is essential in the multidisciplinary world of nanotechnology. Physics, chemistry, biology, medicine, material science, electronics, quantum technology, and artificial intelligence all converge in this field. And it is only through our combined efforts that we can achieve groundbreaking results. Today, we are thrilled to welcome nearly 250 international scientists from 22 countries gathered here in beautiful Tirana to share the latest advancements in nanotechnology. Together, these innovations promise to impact human health, environmental sustainability, safety, security, agriculture, and ultimately to make our world a better place. Over the next 5 days, the conference will host a series of dynamic workshops, including Albania, Japan, Spain workshop on nanotechnology, Albania, Italy, Spain workshop of nanomedicine, the School of Nanobiosensors, NanoCos workshops on environment and nanomedicine, Women in Nanotechnology workshop, ERC workshop, and Entrepreneurs Seminar. We are especially grateful for the Phantoms Foundation, Dr. Antonio Correa, and the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology in Spain for their invaluable role in the scientific organization of this conference, alongside our local organizer, NanoAlb, and the Academy of Sciences of Albania, with the support of the Albanian government. Our heartfelt thanks also go to the Spanish Embassy here in Tirana for their continued support of our nanotechnology initiatives. I'd like to acknowledge the exceptional efforts of the local organizing committee members, Professors Mailinda Vasiari, Kledi Giagiu, both the co-coordinators of NanoAlb, and Professor Blesnik Baraj, alongside many others who have worked tirelessly to bring this event to fruition. A special thanks as well, of course, to the President of the Academy of Sciences, Professor Skender Gjinushi, for his vision and great support. The presence here today of our honored guest ministers of Albanian government demonstrates the support Albania is prepared to extend to the advancement of nanotechnology, both within the country and across the region. I am hopeful that with the collaboration of other regional nations and the support of the European Commission, which has recently opened negotiation for Albania accession to the EU, this vision will soon become a reality. Enjoy the conference, and may this gathering inspire new ideas, collaborations, and advancements in nanotechnology. Now I have the honor of introducing our distinguished speaker for opening remarks. First, President of the Academy of Sciences of Albania, Professor Skender Gjinushi. Professor. Të nderuar pjesëmarrës, është gjithnjë një kënaqësi që më jepet rasti t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë juve, pjesëmarrës konferencën e 4 të NanoBalkan në emër të Akademisë së Shkencave. Konferenca ju është padyshim eventi më i rëndësishëm shkencor që organizohet në Shqipëri për nga numri dhe niveli shkencor i pjesëmarrësve, të ardhur nga qendra ndërme elitare të kërkimit shkencor në Evropë, dhe më gjerë, nga mbi 20 vende ndryshme, universitete dhe institute me emër të linjës së parë në fushën e nanoteknologjisë. Kjo konferencë zhvillohet në një moment veçantë për shkencën shqiptare dhe historinë e saj në të ardhmen. Shqipëria sapo ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian për anëtarësimin e saj
Dhe në këtë kuadër, një ndër sfidat më të mëdha është arritja e standardeve edhe në fushën e kërkimit, ku dhe prapambetja dhe diferencat relativisht janë më të mëdha. Vetë niveli i shkencës dhe kërkimit shkencor është kthyer në një komponente kryesore të konkurrencës gjeopolitike midis kontinenteve, rajoneve dhe vendeve, pasi ai është tashmë i lidhur drejt për drejt me konkurrencën dhe nivelin e arritur në gjitha fushat, ekonomi, shëndetësi, arsim dhe deri në ato të mbrojtjes dhe sigurisë, madje fatkeqësisht, ai përcakton edhe fatet e luftës. Në këtë aspekt, vetë Europa ka arritur objektivat e saj për të investuar në kërkim dhe 3% të prodhimit të përgjithshëm të çdo vendi. Çka e bën më të vështirë dhe më ambicioz këtë objektiv për vende si vendi ynë, që këtë tregus aktualisht e ka 9,05%. Jemi në kohën ku gjithkush ka kuptuar dhe e prek që sa zgjohet në mëngjes përpasit dhe të rejat e shkencës. Pasit pari që i themi në mëngjes është celular, duke bindur kështu përveçsinë e thënies së një orë se investime në shkencë dhe arsimi janë investimet më efektive dhe në planin afatgjat. Por me korrigjimin së ritmit të zhvillimit të teknologjive kohët e fundit, veçanërisht ato të inteligjencës artificiale, kanë bërë që përfitimi për shkencës të jetë madje i menjëhershëm. Këto zhvillime ka rritur interesin e shoqërive tona dhe të politikë bërësve për shkencë, ashtu si dhe sfidat për përballimin e pandemive, probleme ngrohtësore globale, apo të zhvillimit të burimeve alternative energjetike, çka ka rritur vëmendjen ndaj shkencës të paktën me deklarimin. Detyra jonë është të shfrytëzojmë këtë klimë për të rritur realisht kapacitetet dhe financimin e kërkimit shkencor. Dhe këtij qëllimi shërben ngritja e ne qendrës nanoan, e cila tashmë është rrirë edhe në vendet qinje dhe ka krijuar një bashkëpunim të suksesshëm me qendra analoge, të cilat për këtë dëshiroj që t'i falenderoj posaçërisht. Është ky bashkëpunim ka bërë që një raport i fundit i Bankës Botërore për zhvillimin e kërkimit shkencor në rajon ta vlerësonte përvojën e njësisë nanoan si një model suksesi, me efekte të veçanta për ndaljen e të quajtur etikës së trurit, si dhe për mënyrën se si mund shfrytëzohet dhe përfitohet nga përvoja e kualifikimit i të larguar. Dhe për këtë, miku e kolegu Merkoçi meritoj një falënderim posaçëm, ashtu si dhe ne që po dim ta shfrytëzojmë arbenin. Kjo konferencë po zhvillohet në një kohë kur pritet miratohet ligji i ri për shkencën, në cilin ne si akademi vlerësojmë se ai vjen në kohën e dur, si një mjet për krijuar bazën ligjore për realizimin e synimeve të lartpërmendura dhe kryerjen e vetë reformimit të sistemit tonë kërkimor shkencor. Se ai përbën një plotësim të legjislacionit për shkencën dhe arsimin, së bashku me ligjin e institucionit të arsimit lartë ato të Akademisë Shkencës. Sa ai duke ndikuar në rritjen e zhvillimit e të nivelit shkencës, do ndikojë të mbështesë drejt për drejt vetë forcimin dhe rritjen e standardit personelit akademik dhe diplomave të shkollave të larta, si dhe në futjen e teknologjive të reja në ekonomi dhe tërë sektorët e prodhimit të jetës. Në këtë rast, përshëndes bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit, me besimin se ky bashkëpunim do të çojë në adaptimin e ligjeve të standardeve dhe sidomos se ky bashkëpunim do të jetë më i plotë në zbatim të tij ashtu siç dhe ligji parashikon. Vetë prezenca e Ministres së Arsimit, Olgerta Manistiliu, zëvendës ministrit të Bujqësisë dhe zëvendës ministrit të Shëndetësisë, këtu tregon rritjen e interesit të ekzekutivit për shkencën dhe për këtë dëshiroj t'i falenderoj posaçërisht. Së fundi, falenderoj organizatorët, komisionet organizatore, Fondacionin Fantoms në Spanjë dhe Institutin Katalan të nanoshkencës dhe nanoteknologjisë, dhe veçanërisht shkëlqësinë e tij ambasador në Spanjës për kujdesin e treguar në mbarvajtjen e bashkëpunimit të nanoal me Institutin e Katalanës. Rifalenderoj gjithë ju pjesëmarrësit, me bindjen se këto konferenca, suksesit tyre,
kanë krijuar kushtet për kalimin përfundimtar të njësisë manual në qendër elitare të kërkimit në nivel rajonal, si një nga kërkesat dhe synimet e parashikuara tashmë në strategjinë e zhvillimit të shkencës bazuar në ligjin e ri të shkencës. Faleminderit dhe punime të mbara konferencës. Now, Minister of Education and Sports is welcoming this Congress, Ms. Ogeta Manastirliou. Thank you very much for being here today. Faleminderit profesor Merkoçi, vërtet jam sot e nderuar që jam këtu dhe dua që të falenderoj profesor Merkoçin, gjithë komitetin organizativ të konferencës së 4 nano shkencës dhe pikërisht Nano Ballkan në edicionin e saj të dytë. Dua që të falenderoj organizatorët sepse është një prej konferencave që bën bashkë më shumë se 250 studiues dhe kërkues shkencor, e gjithashtu përgjatë këtyre viteve ka konsoliduar një ekip prej 30 grupe punësh ekspertësh, të cilët praktikisht çdo vit punojnë për të na sjellë afër dhe më afër të gjithë ato të reja shkencore në lidhje me nanoshkencën dhe nanoteknologji. Nderuar profesor Gjimushi, kryetar i Akademisë së Shkencave, të nderuar bashkëpunëtor dhe i nderuar ambasador i Spanjës, sot në fakt është një ditë e veçantë, hapim këtë ceremoni të kësaj konference ku së bashku do të flasim në këtë pjesë të parë për arritjet që kemi bërë deri më sot sa i përket kërkimit shkencor dhe sa i përket dhe inovacionit në vendin tonë, por mbi të gjitha edhe për prioritetet strategjike të qeverisë shqiptare lidhur me mbështetjen dhe investimin në shkencë, në kërkim shkencor dhe inovacion, e sidomos edhe për ato çfarë ne së bashku duhet të bëjmë edhe më shumë për sa i përket rritjes së standardeve të kërkimit shkencor, duke qenë se edhe integrimi në familjen europiane kërkon rritjen e standardeve të gjithë strukturave kërkimore shkencore, të institucioneve të arsimit lart dhe çdo institucioni apo strukture që ka për qëllim pikërisht investimin në kërkimin shkencor dhe inovacion, që i vlen misionit të tretë në fakt atij të shërbimit ndaj shoqërisë. Ndaj unë sot jam këtu jo vetëm për të shprehur angazhimin e qeverisë shqiptare, dhe të Ministrisë sigurisht të arsimit, për mbështetjen e institucioneve të arsimit lart, për mbështetjen e gjithë strukturave kërkimore shkencore, por sidomos të inkurajoj që të kemi mundësi edhe më shumë të zgjerojmë pikërisht investimet tona kur bëhet fjala tek bashkëpunimi mes institucioneve partnere dhe sjellja më afër e institucioneve prestigjioze, qendrave kërkimore shkencore dhe i mundësisë që tashmë është më e afërt se kur për të krijuar qendra multidisiplinare në funksion të zhvillimeve të ndryshme teknologjike dhe të kërkimit shkencor që i vlejnë sigurisht zhvillimit ekonomik të vendit dhe të rajonit gjithashtu. Ndaj kjo konferencë për Nano Ballkan dhe me qëllim të na sjellë më afër pikërisht të rejat më të fundit shkencore për ato që nanoteknologjia dhe nanoshkenca sjell në sektorët strategjik, është një hap më shumë drejt zhvillimit të kërkimit shkencor dhe shkencës në tërësi, dhe krijon mundësinë që të lidhen edhe më shumë urat e bashkëpunimit mes institucioneve të arsimit lart shqiptare me institucionet prestigjioze ndërkombëtare të universiteteve të njohura, dhe këtu dua të falenderoj padyshim profesor Merkoçin edhe një herë për faktin që kjo konferencë jo vetëm tashmë është bërë një traditë e bukur, por në fakt është përtej thjesht një konferencë që shërben për të shpalosur gjithë studimet recente në fushën e nanoteknologjisë. Kjo është një konferencë padyshim që priret që të bashkojë dhe të sjellë edhe më afër kërkuesit shkencor, profesorët, pra stafet akademike të vendeve të ndryshme, i sjell në Tiranë një herë në vit, duke mundësuar këtu edhe krijimin e partneriteteve edhe më të forta, edhe gjithashtu edhe mundësinë që njësia e
nanoalbit të ketë edhe më shumë qëndrueshmëri dhe të vijojë pra të fuqizohet ashtu sikurse ne duam në një qendër e cila të mundet të bashkojë grupe kërkuesi shkencor në një qendër unike e cila të bashkojë gjithashtu edhe stafet akademike të universiteteve të ndryshme në vendin tonë në mënyrë që kërkimi shkencor edhe në fushën e nanoteknologjisë, një fushë e cila sot më shumë se kur po gjen një avantazh të madh në shumë sektor zhvillimor, sikurse janë sektori i energjisë, sektori i bujqësisë, sektori i shëndetësisë, ai i teknologjisë në tërësi pra elektronike, të mundet pra të zhvillojë, pse jo, edhe bazat e para në vendin tonë, duke qenë se një punë fantastike në fakt të bëhet edhe në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dhe unë dua që, duke qenë se jam dhe vetë një prodhim i këtij universitetit, falenderoj gjithë profesorët e mi që janë të angazhuar së bashku me profesor Markoçin për të çuar përpara këto projekte dhe këto investime sa i përket kërkimit shkencor që të influencojnë direkt në zhvillimin ekonomik dhe shkencor patjetër të vendit tonë. Dua të them dy fjalë për atë që Ministria e Arsimit ka bërë në këto vite. Përveç se kemi dyfishuar nga një vit më parë fondet për projektet e kërkim zhvillimit dhe fondet për infrastrukturën kërkimore në gjithë hapësirën e universiteteve tona, pra kemi mundësuar që të financojmë këtë vit mbi 130 projekte, ku një pjesë e tyre janë edhe projekte të akademisë me biznesin. Kemi mundësuar që rritja e këtyre fondeve të shkojë pikërisht aty ku nevoja sot e universiteteve është më e madhe për të zhvilluar infrastrukturën kërkimore shkencore në strukturat e universiteteve dhe gjithashtu dhe projektet e kërkim zhvillimit. Kemi diskutuar edhe me profesor Markoçin se si programet që financohen nga Ministria e Arsimit përmes agjencisë për kërkimin shkencor dhe inovacionin, të mundet që të mbështesin gjithashtu edhe krijimin apo bazat e fillimit dhe krijimit të qendrës multidisiplinore për nanoalbi. Është një moment i rëndësishëm dhe unë dua ta theksoj sepse një tjetër instrument i ri tashmë bëhet funksional për të gjithë kërkuesit e rinj dhe sidomos institucionet e arsimit të lartë që në bashkëpunim me diasporën akademike të mundet që të aplikojnë deri në datën 5 dhjetor për projekte të kërkim zhvillimit. Edhe këtu pra ka një mundësi për të institucionalizuar të njësi të nanoteknologjisë, nanoalbit pra në vendin tonë, e sigurisht më pas të mundemi që të vijojmë mbështetjen e saj përmes institucionalizimit, përmes Akademisë së Shkencave dhe sigurisht edhe rritjes dhe zhvillimit të kapaciteteve të kësaj qendre, duke afruar jo vetëm profesor shqiptar të universiteteve të ndryshme, pra për ta bërë multidisiplinore, por nga ana tjetër edhe profesorat të huaj të universiteteve prestigjioze apo kërkues shkencor që kjo qendër pra të mundet të zhvillohet në një të ardhme sa më të afër. Sigurisht që kemi sot më shumë se kur nevojë që të fuqizojmë kapacitetet tona, pavarësisht faktit se kemi rritur numrin e kërkuesve shkencor në këto vite të cilët aplikojnë për fondet të projekteve të kërkim zhvillimit, duke çuar në mbi 600 kërkues, profesor të universiteteve tona që aplikojnë për fondet e kërkimit shkencor dhe për projekte apo për infrastrukturë të kërkimit, kemi ende shumë për të bërë, edhe pse me nivelet të suksesit tashmë të dyfishuara, sa i përket programit Horizont Europa, ne duhet që të avancojmë me mbështetjen e stafeve të akademike dhe patjetër të kërkuesve shkencor për të investuar edhe më shumë në ekosistemin e shkencës dhe në shkencën e hapur. Për këtë arsye, tashmë jo vetëm që gjendemi para një realiteti në fakt i cili na drejton vëmendjen drejt zbatimit të strategjisë kombëtare të kërkimit shkencor dhe inovacionit. Tashmë bëhet rreth një vit që kjo strategji është miratuar dhe ka filluar zbatimin e saj, por nga ana tjetër jemi dhe në një moment shumë të rëndësishëm të miratimit pra të ligjit për shkencën dhe kërkimin shkencor. Një ligj i cili do të hap perspektiva të reja të zhvillimit të shkencës sipas standardeve europiane, sipas standardeve të miratuara në zonën
europiane të kërkimit shkencor dhe që patjetër krijon mundësi që jo vetëm bashkëpunimin më të madh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për shkencën dhe kërkimin shkencor, përtej mureve të universiteteve, duke dalë të gjitha ato struktura që vërtet mundet që të ofrojnë edhe më shumë sa i përket kërkimit shkencor, qoftë industria, qoftë parqet teknologjike, qoftë qendra të transferimit të teknologjive, qoftë institute të ndryshme, të cilat nëpërmjet këtij ligji do të mbështeten, do të financohen nga fondet brendshme dhe fondet jashtme, sigurisht duke arritur ato standarde optimale që kërkohen për ta bërë shkencën të përparojë me hapa ashtu sikurse ne duam në nivelet europiane. Patjetër që kemi ende shumë për të bërë në këtë drejtim, por unë jam e kënaqur që konferenca të tilla, aktivitete të tilla shkencore tashmë bëhen një traditë edhe në fusha sikurse është nanoteknologjia, nanoshkenca, në fusha të cilat janë duke u zhvilluar dhe duke marrë akoma më shumë vëmendje në një kohë e cila ecën me një shpejtësi maramëndse, ku teknologjia gjithashtu zhvillohet me një shpejtësi të lartë e gjithashtu ka nevojë që edhe stafet akademike dhe kërkuesit shkencor të mundet që të fuqizojnë edhe të rifreskojnë bazat e tyre dhe sigurisht të fillohen akoma më shumë në këto instrumenta që sot janë aktiv në botë, por që edhe ne në Shqipëri kemi nevojë që t'i përfitim dhe të mundet t'i aplikojmë në sektoret tanë. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe suksese konferencës dhe gjithë atyre që janë pjesë e saj. Thank you very much, Minister of Education and Sports, for your words and the great support that the Ministry of Science and Education is giving to the science in general in Albania and particularly to NanoAlp. And now it's a pleasure to have here also the Vice Minister of Agriculture and Rural Development. So coming on behalf of the Minister who couldn't come, are you willing to say something or? Shumë faleminderit, ju uroj punë të mbarë kësaj konference. Unë nuk futem në detaje për arsye sepse Ministria e Arsimit po dhe profesor Gjirushi ishin të qartë, por unë do të futem atje ku më vret sa marri mua të bujqësia shqiptare. Këtu kuptohet janë njerëzit e shkencës, njerëzit që bëjnë shkencë, dhe ka ardhur sot që si bota loz dhe vrapon dhe loz me mendje jo me këmbë, duhet dhe ne që të vazhdojmë të lozim me mendje jo me këmbë, siç loz Leo Messi, nuk loz më me këmbë, loz me mendje. Kështu që bujqësia shqiptare për të arritur objektivin e saj ka filluar realisht të bëjë një punë shkencore, sepse bota vrapon, nuk kemi ne vetëm prodhuesët në botë, dhe si e tillë sipërfaqja e tokës është kjo që është, nuk shtohet më vetëm paksohet, si e tillë është e domosdoshme të rritet rendimenti, të ulet kostua dhe të përmirësohet teknologjia, pra s'ka zgjidhje tjetër. Pra, duam, jemi të detyruar që çelësi i suksesit është përfshirja e bujqësisë dhe teknologjisë së zgjuar në bujqësi dhe në gjitha hallkat e saj të përpunimit, qëndrueshmërisë dhe të gjitha këto procese që janë shumë të rëndësishme. Kuptohet në rajon falë kushteve tona klimaterike, jemi të privilegjuar dhe vazhdojmë të udhëheqim dhe të eksportojmë produktet tona në gjitha rajonet dhe në gjitha Europën. Dhe kemi filluar të bëjmë një punë të mirë dhe ta përshtatim teknologji në funksion të rritjes së rendimentit të një bujqësie të zhvilluar, të orientuar drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe kemi bërë disa punë, kemi bërë të digitalizuar kadastrën e Vreshkës, të gjithë vreshtarisë në 7.500 hektarë, po jemi në 50% të kadastrës së Ullirit. Kemi bërë portalin e fermerit, ku fermeri sot futet në faqen e tij, merr informacione për teknologji, për çmimet, për përdorimin e plerave, për gjithë standarde. Kemi filluar të shfrytëzojmë pamje satelitore për lumenj, digat, ordinatura, skemë mbështetëse në bujqësi, aplikime të skemën e bujqësisë.